Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në këtë video do t'ju kthej vite më herët, konkretisht 2 vite më parë, për të prekur një temë që preku zemrat e të gjithë shqiptarëve. Dashuria Romeo Veshaj dhe Heidi Baci. Romeo Veshaj dhe Heidi nise një dashuri brënda mureve të shtëpisë të Big Brotherit, jetuan momente të bukura, jetuan emocione të bukura, jetuan ndjesi të bukura, falen emocioneve të publiku, por asnjëherë nuk arritëm dot ta kuptojmë dhe asnjëherë në asnjë mënyrë nuk e treguan arsyen edhe qëllimin përse ato të dy e mbyllën dashurinë e tyre. Kjo ka qenë pyetja që më së shumti në fakt është shtruar nga ana e publikut, përse Romeo dhe Heidi janë ndarë. Romeos ju deshën 2 vite për ta thënë të vërtetën e kësaj marrëdhënie. Në fakt Heidi Baci, edhe pse ajo është e pranishme nëpër televizionet shqiptare, sidomos në Top Channel, u përfol që muaj më parë që domethënë Romeon dhe Heidin fansat e kishin kapur në një fotografi në të njëjtin destinacion dhe filluan hamendësime që të dy mund të kishin nisur një lidhje. Gjatë kohë mbajtën njëri tjetrin edhe në Instagram dhe pastaj vendosën që ta fshin, por Heidi vazhdon akoma të mbajë në Instagram Donaldin, vllaun e Romeos. Romeo ka folë për këtë marrëdhënie. Tani, a ju që jeni ndjekës të mi të rregullt, unë në atë kohë pata thënë që arsyeja e kësaj ndarjes, edhe pse kishte aludime të ndryshme që Romeo mund ta ketë tradhtuar, Heidi mund ta ketë tradhtuar, do ishin nga këto thashë theme të lartë dhe poshtë që fliteshte. Arsyeja që unë e kam hedhur, kam thënë që është kokforcia e tyre. Dhe pikërisht Romeo ka folur për herë të parë në median e tij të hapur online për këtë marrëdhënie. Ai ka thënë që ishim dy natyra të kundërta, domethënë ishim dy tipe të kundërt me njëri tjetrin. E kemi mbyllur marrëdhënien tonë me shumë dashuri, e kemi mbyllur marrëdhënien tonë me shumë respekt. Domethënë Romeo dhe Heidi është ndarë që në fund të muajit kush, domethënë para se Romeo do të kishte ditëlindjen. Arsyeja e ndarjes, domethënë pse kjo marrëdhënie nuk ka funksionuar, edhe pse në fillim pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit gjatë asaj vere, çifti jetoi jashtëzakonisht bukur, shijuan pushime, vizituan vendet të mrekullueshme të Shqipërisë, vizituan ambiente të mrekullueshme të Shqipërisë, por domethënë pyetja e publikut ishte çfarë ndodhi. Thjesht karakteri i tyre, mendime të ndryshme që ky çift kishte, i ka bërë që të vendosin të mos të jenë bashkë më me njëri tjetrin. Unë e pash që Heidi Baci e vuajti shumë këtë marrëdhënie, domethënë Heidi ishte më e dashuruar në këtë rast se Romeo dhe sot e kësaj dite e ndjej unë këtë gjë, domethënë kur e shoh Heidin ka një lloj cope në zemër nga e kaluara e saj me Romeon. Ndërsa Romeo ishte pak më i fortë në emocione, domethënë nuk kanë patur botë të përbashkët, nuk kanë patur qëndrime të përbashkëta dhe kanë vendosur që t'i japin fund kësaj marrëdhënie me shumë respekt që Romeo e cilësonte si një marrëdhënie shumë të bukur dhe si një marrëdhënie që atij i ka dhënë vërtet një ndjesi të mirë. Domethënë mendimet e tyre, idetë e tyre, kontradiktat e tyre e kanë bërë që kjo marrëdhënie të përfundon dhe mos të vazhdon më mëtej. Heidi tashmë është në rrugtimin e saj, sepse janë bërë pothuajse 2 vite. Romeo ka vazhduar rrugtimin e tij, që të dy i shoh shumë pozitiv, që të dy shoh me një energji të mirë, domethënë nuk është se ka dorë Bora Zemani që në fakt u përfol vitin e kaluar edhe vite më herët në këtë marrëdhënie që Bora mund të jetë arsyeja që Heidi ka heqë dorë nga Romeo, që është ndarë nga Donald, domethënë që ka bërë këtë përçarje në afrimiteti i saj me Romeon. Jo, domethënë thjesht ka qenë një vendim i çiftit që kanë vendosur të mbyllin këtë rrugtim që realisht për publikun ishte një rrugtim shumë i bukur, fansat e tyre dëshironin që të shohin bashkë, por Romeo dhe Heidi nuk janë ndier ato vetë të lumtur në marrëdhënien e tyre. Ato tashmë kanë nisur rrugtimet e tyre. Romeo nuk është se
foli për një lidhje të re, domethënë nuk është se ka krijuar një lidhje të re, por njëkohësisht edhe Heidi, domethënë te pjesa e lidhjes është 50-50, njëherë u amendsua, por rezultoi që të mos ishte domethënë lajm i vërtet. Kjo është e vërteta që na është dashur 2 vite të presim për ta kuptuar rreth këtij çifti.